Megjithëse shumica e bizneseve në Shqipëri marrin kredi për pasuri të paluajtshme, nuk mungojnë as ato që marrin hua për investime që mund të jenë shumë të kushtueshme, e përrjedhoj të papërballueshme për të realizuar më të ardhurat që siguron vetë biznesi. Investimet të tilla kanë të bëjnë me përmirësimin e infrastrukturës së biznesit, si për shembull për rinovim ose blerje pajisjesh të ndryshme që janë të nevojshme për funksionimin operacional të tij. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, rreth 91 miliard lek llogaritet të ketë arritur kredia e marrë nga bizneset për blerje pajisjesh në fund të muajit prill. Kështu bizneset po kërkojnë gjithnjë më shumë financim prej bankave për mbulimin e shpenzimeve që vijnë nga blerja e pajisjeve. Shifrat flasin për një rritje me 9% të kredisë së marrë për këtë qëllim në krahasim me prill 2024, kur shuma totale e kredisë ishte vetëm 83 miliard lek. Nëse bëjmë një vlerësim në bazë të monedhës, statistikat zyrtare tregojnë se pjesa më e madhe e bizneseve zgjedhin të marrin kredi në euro për blerjen e pajisjeve. Kështu kredia në lek për blerje pajisjesh rezulton vetëm 33 miliard, ajo në euro është 57 miliard lek dhe kredia e marrë në dollar për blerjen e pajisjeve rezulton vetëm 688 milion lek. Në total, kredia disbursuar ndaj bizneseve për pasuri të paluajtshme, overdraft, kapital qarkullues, blerje pajisjesh dhe çelje biznesi u regjistrua në 485 miliard lek në fund të muajit prill. Huaja për blerje pajisjesh zë vetëm 18.7% të totalit të kredisë dhënë për ndërmarrjet.